Mish prizmës, mas shirave dhe mas emergjencave të jashtëzakonshme, mas atij, po themi, kujdesit të madh për shkarkimet, të cilat sigurisht kur rriten në madhësinë e tyre dhe kur fillon ajo që i thon pjena, kulmi i shkarkimeve, përmbyt edhe nën Shkodër, përmbyt fushat e poshtë Shkodrës dhe në Vilipoj. Mas kësaj, mas një qetësie relative, mas një armëpushimi relativ, filloi edhe bora në qytet. Filloi bora në qytet dhe sigurisht kur fillon në një farë mënyrë është edhe element zbukurues i qytetit. Por shtohet trafiku, bën në një aksident i vogël, ku diun, policia fillon qëndron më në gatishmëri, hypin gjithë për makina, ku diun, është në pikun, bëhet trafiku më i rënduar i mundshëm, por jep edhe mundësinë e një lloj zbukurimi. Unë ka pa që në fillim, po dilja nga puna, sigurisht keni pa pamjet, kur unë po filmoja borën e parë, sa po kishte filluar, dhe po thojmë, me mendojmë të veten që është më mirë të bjerë borë apo shi, bjem në konsensus që më mirë të bjerë një lloj bore, edhe bile edhe mundësisht kapi, po mos shtohet shiu që mos shtohen përmbytjet. Nëse, të urojmë më të mirën, se këto kushte klimaterike janë tash se është dimri. Thjesht duhen marrë masat për mos pasur përmbytje. Përmbytjet e Shkodrës janë të rrezikshme. Të rrezikshme janë në gjithë Shqipërinë, por në Shkodër janë të rrezikshme se shkaktohen shumë pastaj nga hapja e portave të kaskadës së Drinit. Mbushet Fjerza, Komani po është i mbushur gjithmonë, mbushet edhe Vadesi dhe pastaj janë detyruar që të hapin portat me prurje të mëdha dhe ato bëjnë punën e tyre gjithmonë jo të lavdrueshme. Janë një pjesë të fushave që janë në prezencë të ujit edhe të mbytura në ujë, roboti është i mbytur për shembull, sepse sigurisht gjithmonë i ka ndodhur, është fushë ekspansioni, po për fat jo kaq shumë afër banesave, dhe nën Shkodra është në rrezikun e vazhdueshëm. Të shpresojmë që mos të ketë rreshje të mëdha dhe të jetë një farë mënyrë e ftoftë për mos të shkrirë edhe e borë që bie. Dakord, miqtë mi, tjetra është për ta shoqëruar edhe emisionin sot, është Opera Mrika. Kam marrë një pjesë të saj, një arje të shkëlqyer të Dodës edhe të Mrikës, që është e mrekullueshme, një nga mrekullitë e mëdha të Prek Jakovës edhe të asaj iniciative të jashtëzakonshme të vitit 1958. Dhe një shfaqje e asaj periudhe kohe në teatrin Migjeni kur është dhënë Opera Mrika. E kam rregulluar një farë mënyre, dëgjojeni, por ajo që desha të them unë është që duhet i bëjmë pyetje vetes, pse ishte në atë kohë e mundur për të organizuar. Edhe pse është kaq e vështirë sot, edhe në vitet që kanë pasuar. Sigurisht që Shkodra ka bërë gjëra të mëdha, përveç së operës parë, fantastike, pastaj është edhe opera Skënderbeu, po që duhet përmendur, por e kemi fjalën për operën Mrika. Atë arje fantastike me Dodës dhe Mrikës, Kalacit edhe duket do të jetë patjetër. Por pyetja është sot, kush është ai volonterizëm i asaj kohe, ai entuziazëm i asaj kohe që mblodhi ata njerëz, mblodhi edhe njëri idealist si Prek Jakova dhe shumë tjerë, se Lazar Seliqin që kishte libretin, edhe shumë element të tjerë të jashtëzakonshëm të kësaj kryevepre shkodrane, tërësisht shkodrane. Pse si jemi sot kaq shumë të zot për të realizuar, mase s'kemi as vullnetin. Mase duke bërë gjëra shumë herë më të vogla se sa një diçka e tillë, mund edhe të krenohemi të themi mirë, por atë nuk e bëjmë dot. Sepse sigurisht ka një kohë, ka dhe një ritëm, ka dhe një moment. Dhe ai ishte momenti për të nxjerrë, për ta bërë atë kryevepër. Ai ishte momenti i atyre viteve. Duhet ta pranojmë, ishte një moment entuziazmi, ku po mendohesh që ishte një moment që vini nga eksperiencat mëdha të shkollave ruse, plus eksperiencës madhe që kishin sovjetike të asaj kohe, por sidomos Prek Jakova nga kthimi nga Rusia e kishte një
mrekullitë konceptit që më thanë muzikor të asaj kohe. Po studionin njerëz, çoheshin aty që studioshin, po njëkohësisht edhe entuziazmin e kohës. Por edhe trashëgiminë të jashtëzakonshme, edhe perëndimore, edhe të muzikalitetit të jashtëzakonshëm, edhe para viteve 45, edhe para viteve. Pra, u bashkuan bashkë në atë kohë dhe dhanë një produkt të shkëlqyer që se kishte dhënë asnjëherë Shkodra, dhe që është Opera Amerika. E jap vetëm për ta dëgjuar çfarë mrekullie është dhe njëkohësisht për të parë disa fotografi që kam rregulluar ose pamje që kam rregulluar për këtë rast. Dakor, të ndiqeni mrekullinë muzikore të Prenkiakovës, Lazar Siliçit dhe sidomos Shkodrës, Opera Amerika, të dhënë në teatrin Migjeni. Ndiqeni. Vajza malsore nga Mirdita Amerika dhe Djaloshi Doda, interpretuar nga Clotilde Shantoja dhe Abdullah Kalaci. Të dashuruar me njëri tjetrin, ata e ndrojnë për ditët e bukura që do të kalojnë në ndërtimin e hidrocentralit.